Mirëmbrëma shikues të nderuar të televizionit 7, jemi bashkë edhe këtë herë me një episod të ri të Majtas jo djathtas. Tash jemi në prag të pavarësisë së Kosovës dhe kam nderin dhe kënaqësinë që në studio ta kem një personalitet që ndërlidhet jo vetëm me pavarësinë e Kosovës, po me krejt zhvillimet politike dhe veprimtarinë që ka quar deri në këtë ditë. Me mua është një personalitet që ka një profil të shumëfishtë. Përveç profilit si veprimtar politik e politikan, është edhe publicist. Gjithashtu është edhe shkrimtar, e gjithashtu edhe ligjerues dhe drejtues në fushën e arsimit. Me mua sonte është Bajram Kosumi, i cili në një të kaluar ka qenë edhe ish kryeministër, kurse tash është profesor universitar. Mirë se vjen. Mirë se vjen. Mundova me ta bo një profil në vija të trasha, është pak problem me ta bo profilin se ka shumë aktivitet, shumë dërthurje brenda ti, po kisha dash kështu me kalu në për secilën nga pak, e natyrisht kisha dash me fillu me veprimtarinë tu i matëhershme, që ndërlidhet me aktivizmin prej kohës tuaj si student. Sa për hyrje, sa për me hap bisedën, po them para një muaj kështu, një studente ime, ish studente, ka përfunduar, ma dërgoj një portret të bërë në formën digjitale, në bazë të fotografive të mia, apo të pëlqen. E shikova me të vërtet ishte jashtëzakonshëm. Unë nuk isha pa portretet të bëra në formë digjitale, dhe nuk e dija do. Tjetër është fotografia, tjetër është skanimi, kjo ishte tamam brush, e bëm, po në formë digjitale, po ishte mrekullueshëm. Kështu që unë jam shumë, edhe pse jam pak klasik besoj në qasjen time, po jam shumë i hapur ndaj frymes të reja, ndaj pikpamjeve të reja, ndaj pamjeve jo thjesht të kornizuar atë krejt veprimeve në për cilat kemi kalu, në për cilat ka kalu Kosova, se ne se individ kemi kaluar, sepse ne jem njerëz dhe sillemi në situatat ndryshme, në format ndryshme, dhe mirë është ato me i pa nga pikpamje të ndryshme. Kështu që jam i lirë, kudo që t'ja nis, të flasim dhe ta bëjmë atë profilin e të kaluarës tonë. E thash këto se kur i rreshtova pak a shumë temat për cilat mendoja me diskutu, e posh në base një emision shpesher është i pamjaftueshëm për me trajtu gjithçka, për atë thash që kemi me kalun në krejt ka pak. Normalisht nuk e thash në hyrje që ka qenë edhe i burgosur politik, po të gjithë ata që ju njohin e din këtë pjesë dhe ka qenë i burgosur pikërisht për shkak të angazhimit që e ke nis qysh prej kohës si student, prej pjesëmarrjes në lëvizjen studentore, kisha dash me e ditë kështu çka ka shty një student në atë kohë, me u kyç krahas punës, angazhimit si student, me u kyç edhe në një angazhim që o përtej bankave shkollore. Është spakut unë i kam përkufizue 2 ndikimet mëdhaja. Jo është unë, po besoj të brezi jemi 78, 79, 80, 81. Një është fryma në thojza patriarkale në familje tona në Kosovë. Shumica familjeve dhe shumica studentëve kanë ardhur prej familjeve që kanë jetuar pak ka shumë në formën patriarkale në përfshatrat e Kosovës. Natyrisht. Por në këtë familje patriarkale, edhe gjatë komunizmit, është folë kundër Jugoslavisë, kundër Serbisë, kundër pushtimit. Janë tregu historitë e dhunshme që kanë bërë Serbët mbi shqiptarët, dhe unë si fëmijë, unë e kam ditë këtë punë. Unë si fëmijë kam ditë që Serbët kanë bërë barbarit pa ndërprera mbi gjyshin tim, mbi familjen time, mbi shqiptarët e tjera. Unë si fëmijë, për shembull, kam ditë përmend shumë pjesë të këngëve të eposit Kreshnik. Në shkollën fillore unë i kam ditë krejt poezit patriotike të rilinazve tanë gati se përmensh. Do të thotë kjo është një ndikim. Por ndikimi i dytë është Prishtina. Prishtina tash në këtë konjunktur pak a shumë gjysmë patriarkale
Prishtina ka qenë kryeqendra, një metropol përsëri në thojza, se as shoqëria s'ka qenë krejt patriarkale, as Prishtina s'ka qenë metropol, por për këtë shoqëri Prishtina ka qenë një konglomerat i ri, një frym e re. Prishtinën e kanë bizotruar këta të rinj të ardhur prej zonave tjera. Dhe është një frym e re, një frym iluministe ku dia ka marrë rol dhe çmohet dia. Veç po të them që ka lexonim ne si student, përveç literaturës do të thotë obligative, ne në atë kohë kemi adhuru, jo veç lexu, po i kemi adhuru humanistët evropian. Nis prej Da Vinçit e deri te Goethe-ja për shembull. Ne i kemi adhuru edhe kur i kem lexu, po edhe pa i lexu, po kem bë lexime të ndërmjetme, kem lexuar prej dikujt tjetër ta zëm për Da Vincin, ne kemi adhuru Da Vincin, kemi adhuru Giordano Brunon, atë frymën më përparimtare në historinë e Evropës, student e 80-s, 81-shit në Prishtinë i kanë lexu ose kanë lexu diçka për ta dhe i kemi adhuru. Këto janë ato dy frymat që kanë gyq. Që po të dyjat neve na kanë bë, edhe mua kanë bë, me mendu që diploma e fakultetit nuk është çështje më e rëndësishme në jetë. Madje as poezia, për cilën unë gati e leja kokën atëherë, as poezia nuk është më e rëndësishme. Jeta është dhurata më e madhe që e ka njeriu. Dhe jetën duhet ta gëzojnë formën më të mirë të mundshme. Një jetë e ke, si ke dy. Po në robëri s'mund ta gëzosh këtë jetë. Në robëri je i nënshtruar. Po, është ekzistenciale liria. Liria është çështja themelore. Jetë nuk bën ta rrezikosh për kurrë gjë, por për liri po. Dhe ky mendim ka mbizotruar në mendjet e studentëve të Tënishit dhe ky mendim na ka nxjerrë në sheshet e Prishtinës me kërkesën për Republikën e Kosovës. Dhe pikërisht për shkak të këtij mendimi, për shkak të aspiratës që e keni pas për liri, të aktivitetit, keni rënë burg pasaj. Dhe jeni dënuar me 15 vite. Po. Si ka qenë momenti? Sparit them që ne e dinim që këtë ato që i bënëm janë të ndaluara. Keni qenë vetëshëm. Po, me pushtet e tje. E dinim që do të na burgosin dhe do të na dënojnë. Që është e vërteta, në fillim nuk asun s'presja dënime as të larta. Po. Kush e priste 15 vjet më dënojnë, pse kam organizuar demonstrata, ose kam lexuar literaturë, ose kam folur ose ke shkruar një parollë, ose kam shkruar ose gjëra të tilla, po. Do dënohesh por jo, por pushteti u tregua shumë i egër. Dhe kjo çështje është diskutuar edhe në Jugosllavi më vonë, edhe unë e kam menduar, ne e kemi menduar, besoj se Jugosllavia e ka kuptuar që në Kosovë po fillon një proces për cilin nuk do të ketë rrugë të mesit, ose do të fitojë ky proces, bëhet Kosova Republikë, ose do të shkatërrohet armiku. Beogradi ka zgjedhur rrugën e gabuar, ka zgjedhur rrugën me shkatruar armikun, dhe në fakt u shkatrua vetë dhe jo armikun. Por, ne atëre, këte e pam pak ma vonë, kur fillun dënimet dhe e pam që po japin dënime 10 vjet, 11 vjet, 12, 15 të tjera, ne e pam që po ata janë barikadu dhe ne u përgati, unë për vete, për shembull, e binda veten që po do t'i mbash 15 vjet burg, qëndrosh, ta rush integritetin tënd dhe dalë që të vazhdosh, nëse del. A del, as del është kjo çështje tjetër, por do thotë ne kemi qenë të përgatitur pra edhe ndoshta me smedal, sepse hyshen konflikt me një prej shteteve më të forta në Evropë. Jugoslavia ishte shtet i fortë, shtet i organizuar mirë, e kishte UDBA, shërbimi sekret. Ndryshe quaj shërbimi i sigurimit në ato quaj formalisht, por kishte në kontroll gjithçka në Jugosllavi. Prej jetës personale deri te kupola kishte në kontroll. Prandaj ti hyshen konflikt me një shtet të tillë dhe s'mund të ndahesh e lehtë, do të konflikti ishte deri në fund. Dhe pikërisht për shkak të këtij konflikti dhe të këtij kontrolli që ka qenë, domethënë nuk je vetëm, po një brez i tërë ka përfunduar në burgje.
Jam interesuar pikërisht flasim për këtë pjesën e burgut pak, sepse ata që kanë përjetu burgun, në sidomos për një kohë më të gjatë, përveç rrëfimeve që i kanë edhe një interpretim, një prej tyre të kam dëgju duke edhen që qua një prej formave më të skajshme në jetë, po që shka qenë si përvoj burgu për ju? Edhe atëherë kur kam qenë në burg, unë kam pa që brezi të të njëshit, brezi shqiptarve, nuk ishte 100-200 po me mira të ri ishin për burgje, po e përbalon në mënyrën më të mirë të mundshme burgu. Mënyrën mas të ikë. Mjafton të them që prej një të azam 100 burgosënve politik në nish, nështë ta 98 kanë qenë stoik. Nështë ta ndonjë gjithmonë ka pas që jo që ka ndru anë, nuk ka ndru anë asë njëri, por ka qenë ma i butë, ka lëshu pak për tjera, por prej 100-ve 98 kanë majtë qëndrimin si kurse në demonstrat në Prishtinë. Dhe nuk ka qenë letë, sepse ata i bënin listat dhe listat tona ishin të veçantat dhe shkruan të ne priateli, armiqt, jo të burgosurit, ne priateli. Keni pasë të ketën shtesë? Ata për veti dhe ne, njëri prej neve në Beograd e ka pa këto në fletore të tyre kur shkruan bloku i armiqve, blok ne priateli. Edhe atëre kam pa këto, po ma vonë, mas burgut, edhe sot kur mendoj, e unë kam shkru shumë për burgun edhe për letërsinë e burgut dhe kem ka bë shumë të mendoj për te, unë mendoj që aty ka ndodhur një mrekulli e madhe me të burgosurit politik shqiptar. Në burg ne kemi krijuar një situatë të tillë që unë e kam quajtur figurativisht Republika e letërsisë. Në burg ne kemi krijuar një përmas të dytë të jetës, në cilin ne kemi shkruar poezi, i kemi thënë mendimet tona, ose në letrat që i kemi dërgu në familje, nuk i kemi mshef për shkak cenzurës, nuk jemi rujt, i kemi thënë hapur në poezin, esen, tregime, në letrat që kemi dërgu familjeve, dhe kjo ka qarkullu të burgosurit. Për shembull, janë 2-3 libra të shkruar me dorë që kanë qarkulluar në burg dhe kanë vazhdu për disa vite me u lexue. Libri i Hydayet Hysenit me poezi, libri Ismail Sylës me poezi, gjithat bërë me dorë, fletore e shëndruan libër. I Mergjan Avdylit, poezit e mia, eset e mia. Eset e mia janë rujt në burg edhe pas i kanë dalë, njerëz kanë dalë prej burgut i kanë marrë me vete dhe kur kam dalë unë prej burgut, kam disa raste mi kanë sill në shtëpi tekstet e mia të shkruara në burg nishit. Sepse gardian të burgut, administrata e burgut na i shkatronte ato që shkruanim ne. Kam pas një herë ose 2 herë në vjet hinin dhe krejt çka shkruanim na i shkatronte. Por neja arritëm me kriju e këtë përmas të burgut, me e mujt burgun edhe duke qenë mrena, qoftë me Republikën e Letërsisë, ose qoftë me debatet, diskutimet e pafundme dhe shkrimet për politikën, për procesin politik, për një 10 vjet të dënuar politik shqiptar në burg të Jugosllavisë nuk kanë hesht, të në kohën kanë qenë në krije me sipër, në veprim me sipër, dhe kjo besoj na ka pjekë edhe ma shumë, na ka bë edhe ma të fortë që kur dalim me vazhdu procesin atë me ecë përpara. Por kjo letërsi e burgut, kjo që unë e quaj Republikë e Letërsisë, është një prej produkteve më interesante, jo veç për letërsinë, po dhe për kulturën shqiptare dhe për historinë shqiptare. Me kanë e kënda qelin? Kam qenë me shumë njerëz në përqevi. Sa vite ke qenë do këtë 10? 10 vjet pa një 2-3 muaj. Po, në vitin 1990 e liru? Në 28 nëntor të 90-s mund kanë lëshu prej burgut, sepse ra komunizmi në Jugoslavi, erdhe në pushtet qeveria e parë jo komuniste, ishte Milka Planinc, një kryeministre, një kroate, dhe ajo premtoi që do të bëj amnisti politike, sepse kështu shkonte kur binte komunizmi në një shtet i lironin të burgosin politik, edhe na liroj të gjithëve, dhe
me një i binte për 29 nëntorin, ata për ditën e Republikës tyre, në vën, por sepse i binte dilë dhe mu më nxorën me 28 nëntor dhe unë lavdrohesha, thosha për ditën e festës kombëtare. Më kanë liru prej burgut. Por kam qenë do të thotë afër 10 vjetëve, në fund të nëntorit, me 28, unë jam kthy përsëri në Kosovë. E qelit kam qenë shumë, po prej miqve të mi do të përmend njerëz shumë të respektueshëm, njerëz që kanë bërë shumë për Kosovën, Ali Lajqin të azam fillim, Januz Januzajn, Hydayet Hysenin, Zia Shemsiu, Ramadan Vunjakun, plot të tillë, pastaj me këta kam qenë në burgun e Beogradit, Gani Kocin, po kam qenë në burgun e Beogradit. Ndërsa në Nish kem pas shumë më tepër. Kjo është pjesa e mirë që po flasun, por pjesa jo e mirë është që administrata e burgjeve shpesh herë, shumë herë neve na ndante dhe na fuste mbro me kriminal të zakonshëm. Dhe kam pas edhe kësi raste plot. Për shembull, në burgun e Nishit kam qenë një 7-8 muaj në dhomë, me njeri që ka qenë i dënuar me vdekje dhe ja kanë shëndruar dënimin me burg të përjashtë. Me burg s'ka pas të përjashtë me 20 vjetë, sepse i ka vrarë 2 polic dhe administrata e burgut mu më shantazhonte, thoshte nëse ti vazhdon me fol kështu, mund me u quaj kriminali aty me ta nxjerrë njërin sy natën dhe s'kem çka i bëjmë, se i ka 20 vjet burg, maksimumin e ka. Do të thotë i përdornin këtë metodë, i bënin këto, do të thotë bënin trësni drejt për drejt, ose tërthort, ose nga një herë krejt edhe fizikisht, për të na thy, po është e çuditshme dhe fati mirë që nuk kanë pas sukses. Po ka shumë krejt ta që i përmendën një brez intelektuale që thatë që jem pjesë edhe kësaj letërsisë që është zhvilluar në burg, janë edhe pjesë e jetës politike, një pjesë e tyre, kur shkruanin në burg. Përveç debatit që e bëni, ta kishi mundësi me redaktu njëri tjetrin? Po thëmë kushtimisht, ashtë po plasim për... Po, ka ndodhë, për shemë unë e ruaj sot një kritik të një esej të Emin Krasniqit për poezit e mia, ose Mergjan Avdylit, sa po e ka botu në ashtë vitin e kaluar, një tekst kritik të shkruar në burg për poezit e dikuj tjetër. Unë po ashtu të azam kam redaktu, kam lexu dhe kam dhënë vrejtje të azam poezit e Sali Salihut e tjera. Këto ndonin sepse ne i qarkullonim këto tekste, i shkruanim dhe i qarkullonim. Ose për shembull disa tekste të Hydayet Hysenit, vllai im po ashtu ka qenë në burg, Musti Kosumi, ai ka pas prirje talent për muzikë, ai i bëri këngë, një 10 tekste të Hydayetit i bëri këngë burgu, dhe kanë qenë të famshme, janë dëgju dhe sot në dëgjohen, ma pak, por shumë kanë qenë të qarkullueshme në për rrjetet në YouTube e tjera, ose në për manifestimet ndryshme rregullisht janë këndu ato këngë. Kështu që ka qenë një jetë më të vërtet e gjallë. Përkundër, po e përmend përsëri që administrata e përcillte këtë. Prandaj ndërhynte shpesh dhe na i mirë të gjitha, përveç letrat familjare, letrat që na i shkruanin familjet, ose na u shkruan atyre, ato i cenzuronte, por i dërgonte. Nga njëherë me fjali të prishura, por i dërgonte. Çdo tekst tjetër, ta zëm me dorën time që ma gjenin, ma mirënin. Nëse e gjenin. Ndodhte që unë kam histori të jashtëzakonshme që shi kam rujt, ta zëm disa tekste të mia. Janë tregime të jashtëzakonshme. A mund është me nda, të një? Po e ndaj njërin, po i përmend dy raste, por njërin po e tregoj, Hysen Gega, me cilin kam qenë burgun e Nishit, tash është i ndjerë, por një prej njerëzve më të mëdhenj të Kosovës, që ka bërë shumë për lirinë e Kosovës. Ai ta zëm mi ka shpëtu disa prej teksteve të mia. Ai ka qenë një farë gjenie popullor për punë ndryshme, i shkon të përdore që shthejmë ne çdo punë praktike. Ai e mori një sapun për larjen e rrobave, sapun të rrobave, që janë pak më të mëdha se sapunat e duarve. Edhe
me majën bishtin e lugës e mprehu dhe e bëri një vrim turmullak në sapun deri në fund, ma gjeti një letër të hollë gjatë edhe i shkrova poezit me shkrim shumë të im në atë letra. E letra në ashta 1 metër 2 e gjatë kështu, e bënëm fish si cigare dhe e futin sapun dhe përsëri e mbylli vrimin e seprimet sapunit me pjesë të sapunit, e paketojnë në bështjellësin në ambalazhin e vetë. Si ka qenë, atë sapunun e kam vajt një 5-6 vjetë, ka do që kam shku. Dhe sa herë më kanë bë kontrole, gardianët e kanë pas atë sapun dorë, dhe vetë një herë ka ndodhur një gardian plak i vjetër, e shtrëngoj sapunin a mos po thehet. Kur s'ka ndodhur të zomë gardianët me unal të sapunin, veç e kanë marrë nga kjo dhe kanë qitë në anën tjetër i kontroluan, do të thotë. Një diku do të thotë e kishte ai përvojën, e dinta që mund të ndodhë, e shtrëngoj sapunin, por nuk u thy sapun. I shpëtoj. E jashtëzakonshme si. Me këtë sapun kam dalë prej burgut. Edhe i kam nxjerr poezit. Prej aty dhe libri im, Fjalori i barbarëve, nashta një 70% është prej atë teksteve të atij sapunit. E jashtëzakonshme. Është edhe Xhavit Nuhiut, dëshoj ta përmend, do thotë është i dënuar me 3 vjet burg, gjysmë i paralizuar. I ka nga makinën dhe i ka marrë 2 vjet me vete me shkru parola në përpreshev Kosova Republikë. Po vetë i paralizuar. Dhe ai nguli këmbë, se ja lexoisha poezitë e mia, ai pëlqen ai. I vuri vjetër, ai ndoshta smirteve shumë poezi, por i pëlqente krejt atmosfera që ne e mundim burgun me këto tekste. Dhe ai mori dhe i futi, por kjo është një histori më e gjatë, s'do ta tregoj tash, në rrotën e karrocës tit, invalidit, dhe ashtu i ka nxjerrë jashtë. E jashtëzakonshme. E thash që burgu është një diçka për cilin diskutimi është i pasusur, po si do që tjetë tash po du të kaloj në pjesën pas burgut, sepse kjo dhe më blen më shumë të i përshtypje të ju të ishtë burgosurit, që në një farë mënyre po shprehen kështu pak me ironi, burgu nuk ja ka lanë shaj. Ju e keni vazhdu aktivitetin edhe ma dinamikisht kështu. Edhe ju në vitet të 90-ta e themeloni një prej partive kryesore në atë periudhë, partinë parlamentare. Që sherdhe deri taj moment, kush ishin bashkëpunëtorët e parë, më intereson pastaj edhe përfshirja e Demaqit. Të them që në burgun, edhe të kaloj tash një jetin ashtë burgut, maksimalisht e kemi shfrytzu edhe unë, do të thotë, që të lexojmë dhe mendoj kjo na ka ndihmu që ne ta kuptojmë edhe më mirë realitetin, procesin, edhe idealet tona ti gdhendim më mirë, nuk ishim ma kur dola prej burgut, ndoshta revolucionaritetin e kisha ende truajtur, por nuk isha më ai studenti rebel që bërhëret Kosovë Republikë dhe me kaq përfundon. Do të thotë tash kishim koncepte se çka duhet bëhet dhe si duhet bëhet. Fillimisht unë kam punuar sa po kam dalë prej burgut në Zëri si gazetar, po pastaj si redaktor dhe këto në rrethin me cilin punoja, Blerim Shala, Halil Matoshi, Ylber Hysa, aty po ata ishin në proces të krijimit të një grupacioni politik, ende nuk e kishin krejtësisht qartë në formë parlament rinor, pastaj e themelun partinë parlamentare dhe mua më ftuan në kongresin e themelimit. Që është e vërteta, në fillim nuk kisha ndonjë oreks më të kyçëm në atë parti, në LDK nuk më ftuan, nuk shkova, më dukej shumë masive, shumë. Ajo ishte lëvizje, por një lëvizje pa ndonjë koncept qartë dhe unë nuk do isha të... E ke refuzu? Po, pa koncept qartë, do isha me ditë çka do, pse hymë dhe çka bëjmë pra. Por, ma vonë, duke pa që në partinë parlamentare shumica njerëzve që ishin të ri, me ta mund bashkëpunohet më ndryshe. Unë vetë isha i ri. Unë kisha një koncept që të krijojmë një forë që e di sakt, e ka një ideologji, e ka një koncept, e ka një strategji dhe di çka të bëj.
Dhe fillova të ofrohem shumë e ma shumë partim parlamentare deri dikun vitin 90, do të një 2 vjet, kështu ka shkuar, derisa u zgjodha kryetari i partisë parlamentare. Në 94. Në 94, nështë 94, po 94, ose në fund 93. Kush ka qenë që ajo trupa që e ka themelu konkretisht? I përmendet disa? I përmenda disa. Pastaj është kyç edhe Veton Surroj aty, është kyç avokati Bajram Kelmendi, Gazmend Pula. Ka pas një strukturë relativisht të fortë dhe të mirë të njerëzve që do ishin me kriju një mendim ndryshe, por ende nuk ishte krejt e qartë çka është ai mendim. Por kur unë u zgjodha kryetar pastaj, unë kisha në kokën konceptin për vete e kisha, por mu më duhej tash edhe njerëzit tjerë ta afirmonin atë koncept dhe kështu fillova me një rreth të njerëzve që ishin në partim parlamentare si Kadri Kryeziu, Januz Januzaj, Temqeku, edhe Bashkim Mazreku, ka qenë një Prizrenit, është jashtë. Do të një rreth i kryesisht i ishtë burgosën. Ishtë burgosën. Dhe ky rreth bëri punë shumë të madhe, i ftoi ishtë burgosit tjerë që të kyqen partim parlamentare dhe u bë një numër shumë i madh i ishtë burgosënve ose i njerëzve të afërt me ta, ose i njerëzve që mendonin si ata, që u kyqen në partim parlamentare dhe kështu që partia u rrit, u zhvillue, por ende jo, dhe asnjëherë nuk e arritëm atë që të bënim një alternativë edhe praktike, jo veç konceptuale, po edhe praktike ndaj DDK-s. Koncepti ynë ishte ky, që Republika e Kosovës, ose shteti i Kosovës, nuk mund të realizohet thjesht me mirëkuptimin e Serbisë, sepse Serbia kishte pas rastin 81-shin me Republikën e Kosovës me u pajtu me të, dhe ata e bën krejt kundërtën, ata i shpallën rreten shtypjen. Absolutisht. Dhe kjo nuk ishte rastishme, Serbia është përgadit për Miloševićin prej 72-s. Por te ne nuk është folë. Nuk ka qenë aksidental Milošević. Jo, absolutisht jo. Është një projekt i përgaditur prej Akademisë Shkencave, Universitetit Beogradit dhe Kishës Serbe. Dhe nuk është për 2 vjet, 3, 4. Me thonë, ndodhen ngjarje dhe këta u qunë kam. Jo. Ata kanë proklamue në 72-ën, atje ku është një shtëpi serbe, duhet me qenë shteti serb. Dhe tash tek thejtë partia parlamentare, konceptin tonë, ne donim që të bëjmë një lëvizje aktive, paqësore, sepse ende shpresonim se mendimin e ndërkombëtarëve mund ta detyrojnë Serbinë të pajtohet me ndarjen e Kosovës. Por kjo rezistencë aktive kërkonte flijimet mëdhaja, sepse ti dilin demonstrata, po Sërbët vritshin demonstrata, Sërbët shkelshin me tanka demonstrate, ata me makinë janë gjumë mbi demonstruest. Por qëllimi i PPK-s, partisë parlamentare, ishte ky dhe ne të bum një numër të madh njerëzve, të cilët me cilët e krijum një koncept politik pak a shumë unik, çka dojmë ne, që dallonte prej lidhjes demokratike të Kosovës, dhe tash mundoheshmi edhe në praktik t'i bëjmë njerëz të gatshëm për të arritur. Këtu pastaj e ftuam Adem Demaçin, sepse nuk e arrinim veç ne, na duhej Adem Demaçi kishte një përvojë shumë të madhe të rezistencës, ishte emër i fuqishëm dhe erdhi Adem Demaçi, me kënaqësi erdhi dhe ai u bë pastaj kryetari i partisë parlamentare, unë vazhdova nën kryetar i tij, edhe për 1 vjet punuam kështu. Përsëri nuk arritëm atë që ne donim në praktik. Dhe Demaçi e pranoi vetë që nuk po e arrijmë. Besoj, kur po them nuk po e arrijmë, po e kam parasysh veprimin konkret, me ngrit popullin këmbë. Gjë që ne nuk arritëm, por e bëri Unioni i Studentëve. Bujar Dugolli, Albin Kurti. 97. Po, 97. Këta e arritën, ne i përkrahëm shumë. Unë personalisht shumë i kam përkrahë.
unë kam shku, kam majt në takimin kryesor tyre në medresen Prishtinë, fjalimin ku i kam nxit studentët që të ngritën dhe ne do të qëndroj me juve, sepse në tek populata e Kosovës pat arrit me u kriju e një përshtypje, LDK-ja krijohet përshtypje që shtetin e fitojmë tunajt, pa bo kur gjë. Veç mes me pranu Serbinë, ne fitojmë shtetin. Po. Dhe kur ti thoshe tashti, jo, shteti sfitohet kështu, dosh me dal me protestu, me kërku shtetin, Je dok radikal. ti ishe radikal dhe askush nuk sakrifikonte me dal me të vras Serbia kur ti po mund me fitue. Madje e karikun këtë çështje dhe ishin Rugova e ka në gjep letrën për pavarësinë. Ati i kanë thonë. Po. Dhe por studentët ishte diçka tjetër, tash. Për studentët shoqëria shqiptare edhe në 68, edhe në 81, edhe në vitet ka pas një pietet të veçantë. Student janë për shkak të iluminizmit që ka mbizotruar në ato periudha, student ka qenë pjesa më e privilegjuar konceptualisht e shoqërisë, pjesa më e dashur e shoqërisë. Kur student janë ngrit në kom, gjithë janë pajtu. Dhe 97 student lëvizën, ne i përkrahëm shumë dhe mendoj që lëvizja studentët 97-ës, 98-ës i ka bërë në 2 ndryshime radikale në skenën tonë politike. Një e aktivizuar rezistencën, ato që na shënon me partinë parlamentare të Kosovës, 2 e legjitimun publikisht edhe UÇK-n. Është hera e parë kur në njërin prej demonstratat, tash nuk më kujtohet data sakt, 98-ën, kur sheshi sotëm Nën Tereza ka qenë i stërmbushur me mijëra njerëz dhe bërhoritnin UÇK jemi ne. Në kohën kur Gellbardi, i dërguar i Amerikan, tha UÇK është terroriste dhe i tha Miloševićit godit. Tashti i tha Miloševićit godite, por 3-40.000 njerëz, 3 në qendër për Prishtinës brohoristin UÇK jemi ne. Ta përmbyll kapitullin tash të PPK-s të para luftës. PPK-ja arriti të krijojë një koncept tjetër, unik, veçantë për rezistencën aktive paqësore. Nuk arritëm krejt të realizojmë krejt praktik, por deri dikun edhe protestat e studentëve kanë qenë në atë frymë dhe ne kemi dhënë kontribut në atë drejtim dhe mendoj ka qenë një pjesë krenare, jo veç e punës time, po e mira aktivistëve në partinë parlamentare, cilët edhe sot kur shihemi ende e përjetojnë si diçka të bukur dhe ende kërkojnë dhe unë marrë her pas herë edhe letra, s'ka asnjë muj që mora letër, duhet ta ribëjmë përsëri partinë parlamentare në këtë kohë sot, etj. Ka shumë gjëra për të diskutu në vitet e 90-ta, sigurisht është e vështirë të kalojmë në për krejt ato, po gjithashtu janë prej gjëra më të rëndësishme në formësimin e shtetit pastaj. Megjithatë kontributi yt ka vazhdu edhe pas luftës, kontributi në jetën politike. E ki periudhën kur ke shërby si kryeministër. Dënse për një periudhë shkurt që vjen pas arrestimit të Haradinajt. Po e kalon qëllimisht nështë këtë pjesën që është në fakt një ma të rëndësishme konferencën e Rambujës, po unë po du të kthej një herë atë, sepse nëse doj me vazhdu të them vetëm... Po, se linë, po, si linë t'i them pak fjala atë, pra, pastaj e vazhdojme dhe të kjo. Një prej kontributeve dhe të PPK-s, po të mija është pikrisht dizajnimi i asaj që ndodhi ma vonë konferencën e Rambujës. Konceptim ka qenë që edhe i disat njerëzve tjerë, pastaj ne u bashkuam edhe e formuam Lidhjen e Bashkuar Demokratike, PPK-ja bashkë me Hydayet Hyssenin, Recep Qosin e tjerë, dhe koncepti ynë tash është të bëjmë një forcë të tretë në Kosovë, LDK-ja ishte forca kryesore, e pa diskutueshme, UÇK-ja sapo ishte formu, por UÇK-ja nuk e kishte një forcë që angazhohej drejt për te. Partia parlamentare, Ademi, unë e tjertë, edhe Recep Qosja si individ, ne kemi përkrah politikisht UÇK-n dhe besoj një pjesë
të ndihmes në legjitimimin e saj në marrëdhënie ndërkombëtare, në takimet që kem pas e kem krijuar, sepse ne e futëm edhe në programin e partisë parlamentare luftën si metodë të drejtë, legjitime të një populli të shtypur për ta fituar lirinë e vet. Ne ja dham edhe një legjitimitet të shkruar që populli i Kosovës, pra që kjo ka të drejtë ta bëjë këtë punë. Por kjo që po duhet të them tash ka të bëjë me konfigurimin e skenës politike në Kosovë prej 3 qendrave politike. 1 LDK-ja, 2 UÇK-ja dhe 1 LBD-ja. Në cilin rast LBD-ja mbronte pa kusht, pa asnjë kusht, Rezistencë. UÇK-n. Sepse LDK-ja nuk e mbronte. Nga njëherë LDK-ja ka pas deklarata kontraverse dhe shumë të këqija. I përsëriti në shpesh ato deklaratës. Nga njëherë kam pas deri dikun të pranueshme, po luftojnë me mbrojt pragun e shtëpisë, deri dikun është e pranueshme, por ka pas shumë deklarata që kanë qenë dekurajuese dhe shumë Problematike, kisha më thonë. Shumë problematike, po. Prandaj ne donim që një qendër politike ta mbroj hapur UÇK-n dhe e bëm këtë partia parlamentare plus këta tjerë, të bëm LBD-n dhe ashtu ndodhi. Dhe delegacioni i Kosovës u propozuan disa delegacione, disa prej tyre s'kan pranu të hyja son, sepse nuk ishte Përbërja, po. i konfiguruar mirë, ishte paragjykohej një zgjidhje e gabuar, derisa u konfigurua prej 3 qendrave politike, LDK, LBD, UÇK. Secili grup nga 5 antar dhe 2 ishin të shoqërisë civile, Po. por në gjitha rastet tash përbërja, konfigurimi ishte shumë i favorshëm për një zgjidhje më të mirë dhe kështu konferenca Rambujës besoj ka qenë kthesa e parë e madhe ndërkombëtare për Kosovën. Kthesa e parë e madhe, sepse kthesa më e madhe vjen më vonë, por kthesa e parë në cilin Kosova e merr zgjidhjen pozitive ka qenë konferenca e Rambujës dhe roli i saj nuk është përfundimtar, por është vetëm për shkak të kthesës i rëndësishëm, sepse pasojë e saj erdhi bombardimi i NATO-s. Po, normalisht. Rrjedhoja e saj pastaj erdhën gjitha zhvillime tjera deri te shpallja e pavarësisë. E tash po kthehem tek Po, edhe një pyetje këtu, me qenë se bën e mirë që na ktheve, se unë te kalova pak qëllimisht për shkak të kohës, se po du pak diskutoj edhe për disa prej veprave tua, prej librave tu. Po më intereson tek përbërja. Kush keni qenë krejt prej LBD-s? Ka qenë Recep Qosja. Po. Ai shihet në për fotografi kudo. Po, ai ka qenë kryetari i LBD-s dhe antari kryesisë të delegacionit. Po. Ka qenë Qosja do të thotë, ka Jo, qenë keni qenë? Hydayet Hyseni, Mehmet Hajrizi, unë kam qenë. Falë, njësë po më kujtohet njëri. Pa merak, po më interesoj kështu si... 5 veta ka qenë si Miku grupacion, emrit po. ashtë edhe i 5-tit, cili ka qenë prej neve. Nga 5 kemi qenë 3 grupe, do thot. Edhe, por atje kemi funksion sa do në fillim pati kishte Tension. vështërësi, po, por kem funksionua si ekip dhe në këtë çështje edhe unë edhe Edita Tahiri që ishte LDK-s kem pas një rol fillestar të rëndësishëm, sepse ne e morëm përsi për koordinimin e ekipit, sepse ekipi s'do në të tulej bashkë. Jo, e keni pas gjendë më të vështirë, të më thonë. Po nuk ulej, në fillimisht nuk njishim mirë me zvete. Për shembull, një pjesë e antarëve të UÇK-s nuk i njihnin këta, ose këta LDK-s nuk i njihnin ata e tjera. Thjesht duhej një punë, duket që sharake, po një punë e madhe për me ul ekipin, me thonë hajde ne jemi ekip, Hajde të flasim. të funksionojmë këtu bashkë po. Por patëm sukses dhe shkoja e punë dhe përfundoi me gjitha vështërsitë e mëdha, por shkoi mirë. Tash po i kthehemi kohës kur keni shërby si kryeministër. Ka qenë një periudhë e vështirë edhe për vendin, po besoj e vështirë edhe për ju, sepse kanë qenë jo rrethonat më të mira për ta marrë drejtimin e një qeverie. Çka ndonë si kujtim më të veçantë të krejt asaj periudhe? Pa i të them të sigurtën,
ndoshta ka qenë një prej momenteve më të vështira në periudhën e pas luftës, ajo periudhë, sepse ndodhi 2004, e cila e ndryshoi rrjedhën e Kosovës, por kishte ambicie me dërmu Kosovën. Kishte ambicie edhe ndërkombëtare. Lemot Serbisë, po dhe ambicie të tjera me kthy Kosovën mrapa. Fatmirësisht nuk ndodhi sepse amerikanët e ndihmuan situatën edhe e nxorën në kuptimin pozitiv, por kërcënimet kanë qenë shumë të ashpra prej majës të politikës vendimarrëse ndërkombëtare për ta goditur Kosovën. Kjo ishte situata kur u bë Ramushi kryeministër, Ramush Haradinaj, pastaj edhe unë kur u bëra kryeministër, sepse 3 muaj mbas ai shkoi në Hagë dhe u bëra unë. Kjo është e para. E dyta është goditja që ose hera e parë që na goditën drejt për drejt neve ka qenë zoti Haradinaj. Atë e akuzun për krime lufte dhe morën Hagë. Dhe kjo ishte një goditje që na godit jo vetëm si qeveri, po një strukturë të madhe të shoqërisë, sepse po goditej njeriu që kishte luftuar për liri. Ke luftuar për liri dhe tash duhet t'japsh ti llogari para një gjykate çka ke bërë gjatë luftës. Po një pjesë e madhe popullit ka luftuar për liri dhe nëse ti e godet njërin prej tyre, ti mund të godesh këtë popullin. Po të gjithë. Dhe plot njerëz kësaj strukture u shqetësuan dhe ka pas edhe mendime edhe radikale, që të mos pranojmë një ecje të tillë, që të mos ju përgjigjemi gjykatave, që të kundërshtojmë etj. Gjëja do të çonte në kaos të ri. Ka pas kosto kjo punë. Po, në kaos. Rrezik. Po, rrezik të madh, po. Edhe do të thotë kjo periudhë në cilën unë jam bërë kryeministër ka qenë e stërngarkuar me këtë elektricitet gati shpërthyes, edhe nga jashtë, edhe nga brenda. Çto këto betejën politike të brendshme që ka qenë? E tashti, ajo që unë e konsideroj sukses timin është dalja prej kësaj situate konfliktoze dhe orientimi i energjive tona drejt statusit final. Statusi final i Kosovës, ne e konceptonim shteti i Kosovës, ka qenë kryefjala e tër periudhës time sa kam qenë kryeministër. Pse ka qenë kjo kryefjala? Sepse të gjithë donin krijimin e shtetit Kosovës. Edhe partitë që ishin në opozit, edhe partitë në pozit, kur thosha unë po, hajde të ndidhemi rreth statusit final, nuk thoshin jo. Ishin po, dhe kjo na bashkonte menjëherë. Edhe tu i përfshi edhe atë strukturën që filloj me ungarkue me energji që do të kundërshtojmë këtë proces. Edhe pjesën më radikale, kur i thoshin, hajde se tash ne kem shansin me bë shtetin, hajde rreth statusit final, edhe ata ishin për. Do të thotë, u krijuar një sinergji rreth statusit final dhe kjo ka qenë ajo kryefjala që unë e kam zhvilluar gjatë tër periudhës. Kjo është një. E dyta, mu më shërbyn protestat e 2004-s e riktheva në kuptimin pozitiv me e prish një projekt të bashkësisë ndërkombëtare që i kishte imponu Hakerupi, ka qenë edhe ai Holkeri dhe Këshilli i Sigurimit e që quhej dokumenti standardet para statusit. Po, ai ka qenë një dokument që mund në frymen e gozhdimit të Kosovës. Ndodhi 2004, Kosova s'është e përgatitur për shtet, Kosova duhet gozhdohet dhe u bën standardet para statusit. Në aspektin politik dhe filozofik, standardet para statusit do të thotë, ti mund të rish 1 vjet qyshje, mund të rish 100 vjet. Po. Se si ke plotësu standardet. Por ne arritëm dhe amerikanët e bën rolin e vetë të madhe këtu, dhe e krijuam konceptin e ri standardet krahas statusit dhe kjo u akceptu pastaj edhe në Bashkinë Ndërkombëtare dhe Këshilli i Sigurimit dhe unë e shfrytëzova këtë. Nëse po shkojmë bashkë
po i plotësojmë standardet dhe njëkohësisht edhe statusin final të Kosovës dhe krejt aparatin qeveritar të Kosovës, edhe të qendrorin, edhe të komunave, unë e kam fokusuar në këtë drejtim, me kriju kushtet për me ardhur të statusi final i Kosovës. Dhe Këshilli i Sigurimit të dërgoj ambasadorin Kajajde me bë verifikimin e këtij procesi dhe ai e bëri raportin e tij në cilin konstatoi që Kosova është pjek me hy në statusin final të Kosovës. Kofi Anani e miratoi raportin dhe e caktoi Mati Ahtisarin që të filloj procesin e negocimit për statusin final të Kosovës. Ta rezumoj, krejt atë energji shpërthyse për me shkatru Kosovën dhe krejt atë paknaçi edhe të brendshme politike, edhe partijake mund të them, nuk fola për paknaçit partijake, po edhe paknaçit partijake unë arrita ti unifikoj rreth konceptit për statusin final të Kosovës, gjë që këte konsideroj suksesin më të madh një vjeçar të punës time si kryeministër. Kush ju ka propozu? Propozimin jo formale ka bërë Ramush Haradinaj, Alianca për Arminë e Kosovës, sepse unë kam qenë nën kryetari i Aleancës për Arminë e Kosovës, Ramushi ka qenë kryetar, ai ishte kryeministër, pas ju ngrita këtë akuza, folëm me te dhe ai më kërkoi që unë Ta marrë rolin. Po rolin e kryeministrit, ai e bëri propozimin, ja dërgoi presidenti i Kosovës, Ibrahim Rugova, e më mandatoi dhe shkoi propozimin në kuvendin e Kosovës edhe kështu. Ka kalu periudhë gjatë, sigurisht ka shumë ndryshime s'kenën politike. Tash me 28 dhjetori po më disa prej tyre, e di që së komentoni shumë aktualitetin politik, e mbani distancë, kisha më thonë, të shëndeshme prej zhvillimeve aktuale, po ç'është po duket tash skena politike, edhe në përgjithësi qeverisja e 5 viteve të fundit? Të them fillimisht mbram isha i lumtur që u kry procesi pas një vjet dramash. Por një vjet drama janë të dhemshme. Është e vërtet që demokracia krijohet çdo ditë. Po. Një vjet pa qeveri është një farë pazotësie. Edhe është një vit i humbur. Por në anën tjetër është një vit në cilin ti ke qenë pa një qeveri ose me qeverinë detyrë, por megjithatë e ke rujt nukleusin e shtetit ke ecë përpara, s'ke stagnu krejt. Që tregon që shoqëria jonë megjithatë është e pjekur politikisht dhe demokratikisht. Por për partitë politike është pazotësi, nuk po them veç për një parti, po për gjitha partitë është pazotësi kur e ke një rezultat zgjedhor, çfarë ka pas, dhe s'mund të krijosh institucionin në një vjet, kjo është pazotësi. Por më në fund isha i lumtur që u formuan gjitha institucionet e Kosovës dhe sot më herë lexova që fillojnë nga puna. Kjo është një diçka pozitive. Por nëse më kërkon një vlerësim tash më të përgjithshëm për krejt perspektivë ose për krejt rrjedhën politike në Kosovë, ta zëm nëse krahasoj me 10 vjet përpara ose sot, ka diçka besoj që ka humb nga konceptet e partive politike që ne kem pas edhe para lufte edhe mbas lufte. Dhe thot, ne kem pas dhe kem luftu shumë dhe punën kryesore kem bërë me pas një koncept politik me ditë çka dojmë në politikë. Edhe mas lufte, kur e kemi themelu Aleancën për Armërinë e Kosovës, ne kem bërë një periudhë gjatë, nështë një vjet 2, duke kërkue konceptin ton, identitetin ton, kush jem na, çka dojmë ne në politikë, dhe kur e kemi formsu këtë koncept, ne kem pas malet me dalë me kërku votën po. Na jem këta, votona neve. Mendoj që kjo lufta dhe këto konceptet partijake janë zbehtash. Nëse unë më pyet një mu, ose ju pyes juve, cili është dallimi ta midis LDK-s dhe PDK-s ose PDK-s dhe VV-s, e ke vështirë me gjetë
dallime konceptuale. Sidomos nëse i lexojmë programet e fundit. S'ka aty as të majt as djathtë. As të majt, as djathtë, edhe nëse kanë programe të vërteta në cilat ata besojnë. Po. A thue kanë vetëm një broshur për me fitu votën, apo ka me të vërtet diçka me cilën ata mbështeten dhe ecin 4 vjet e ardhshme. Ajo që shohun dhe nuk mund të pajtohem është që lufta politike në Kosovë është ndrue nga luftë konceptesh për me udhëheq Kosovën në luftë karrigash, kush e ze karrige. Betejë ditore. Problemi më i madh në Kosovës kush bëhet, kush çka bëhet. Jo kush çfarë koncepti ka, po kush ku çka bëhet. Dhe kjo është problem, demokracia e duron edhe këtë, por një shoqëri që është në zhvillim, që jem ne tash, ne kem nevojë për parti dhe për individ dhe për qeveri që mendojnë jo për 1 vjet 2, po mendojnë për 20 vjet, 30 vjet ku ka me qenë Kosova dhe ku ka me qenë Prishtina. Hajt mere Prishtina. Më falë, po Prishtina jonë e dashur, edhe pse po ndërtohet mirë, është ka bëhet një kazan prej betoni. Rreth Prishtinës për shembull është një mal i madh, duke fillu prej Gërmis e deri te liçeni Badovcit, mrena rrugës të Mramorit, Knej po flas. Është me qindra hektar, nuk di sa janë, që mundet qeveria e Kosovës ose komuna e Prishtinës ta bëj park nacional dhe të mos lejoj ndërtime. As 1 milimetër. Dhe ta zhvilloj Prishtinën jashtë këtij mali, ta lënë të mendojnë për 100 vjet ku është Prishtina, se për 100 vjet Prishtina ka më bë edhe 5 herë sa është sot. Dhe nëse vazhdohet pa këtë plan, ndërtues kanë me prej atë mal, kanë me ndërtu shtëpia dhe ky kazan betoni ka me shku të zgjerue. Ajo që po kërkojon është kryetari i qeverisë Kosovës, ministri i Kosovës, kryetari i komunës duhet menoj ku ka me qenë Prishtina mas 50 vjetë dhe me marrë veprime, me ndiku edhe atë përveç jetës të përditshme, edhe atë me ndiku. Uroj që këta të pakten mendojnë për 5 vjetë e ardhshme, po i kam dyshimet e mia që edhe në 5 vjeçar shkojnë se jo në 50 vjeçar. Po gjithsesi është thirrje e dur, tamam thirrje prej intelektuali, kjo që po e bëni, uroj ta marrim parasysh. Që po shtel një fakt, do thot vetë ideja që jo vetëm këtë qeveri, po në gjitha qeveritë, projektet kryesore janë shtrimi rrugëve në asfalt. Po, kjo ka zënë mjaftueshëm. Kjo tregon mjaftueshëm. Vetëm këtë monal. Pa dyshim që na kem dëshirë me pas asfalt. Dhe mirë është, ato duhet bëhen. Por me qenë ky projekti kryesor i çdo qeverie, me miliarda kanë hyrë asfalt e nuk kemi qenë gjendje me bë Kosovën C. Prej 2005-ës, 2006-ën, projekti për një termoelektron me 1500 MW ka qenë i gatshëm dhe i lejuar me u ndërtu. Ka qenë konkursi dhe kanë konkuru dhe është zgjedh 3 investitorë kryesor në 2006 janë zgjedh kush e bën termocentralin e ri me 1500 MW. Dhe e kanë stopu procesin për interesa kreditorëve. Fatkeqësi. Profesor, jemi në minutat fundit dhe nuk du me mbyllë intervistën në asnjë mënyrë pa ful pak për librat e tu, po konkretisht me qenë se kuën e kemi shkurt, do të flas për një libër që ti e ki kogja shumë krenari jetësore. Enciklopedinë imagjinare. Kom dëgju të ful me shumë pasion për ta, përndryshe ju e keni edhe website-in tuaj, Bajram Kosumi, i kisha ftu krejt ata që kanë kurrështje për librat e tu, për veprimtarinë tuaj me kliku, po kisha dashur me na ful në këto minuta që na kanë mbet pak për enciklopedinë, cilën hala se keni publikuar aty, po megjithatë keni shumë për të thënë për të. Enciklopedia e publikova në fund të 24-s, po them gati pas një 35 vjetëve kur kam nisë me shkru. Ajo është Në 35 vjetë ku? Ndoshta 40, po t'i numërojmë bashkëmirë mirë, ndoshta diku në 85-ën i kam shkruar zërat e parë. Dhe është libri në cilin kam investuar tër jetën.
unë kam bërë shumë angazhime, shumë punë, po një pjesë letërsisë e enciklopedia, për shkak të formatit që e ka, më ka bërë të mundshme mos më heq kur prej tavolinës. Është libri mjetësor. Kam libra tjerë, për shembull Revolucioni 81 është shit më një herë, është shit shumë më tepër se enciklopedia. Është libër shumë i mirë, por enciklopedia është ai libri që mua më përmbush dhe nga vlerësimet që janë dhënë prej kritikëve, lexuesve, ai është një libër i rëndësishëm edhe për letërsinë shqipe, ndoshta edhe për më shumë, dhe unë jam i lumtur që kam arritur ta shkruaj dhe ta redaktoj dhe ta përmbylli dhe ta lëshoj në botim. Ai është pak a shumë një enciklopedi e jetës ballkanose, po e pam nga prizmi letrar, nga imagjinata letrar. Është pjesërisht histori, pjesërisht është imagjinat, por ja mundu me nxjerrë shpirtin jo vetëm të shqiptarit, por shpirtin e ballkanosit në këto 2 shekujt e fundit, sidomos ka kalon në përlakoret e jetës, qysh a i reagon si shpirt, jo si mask, se si maska ne jem në jetën e përditshme bartim shumë maska, po në letërsi dhe letërsia ka këtë fuqi, ja u heq njerëzve maskat dhe 7 lëkurat ja u heq e ja u tregon shpirtin origjinal. Dhe këtë e mundu ta bëjat. Me qenë se tha që gati 4 dekada jetë ja keni kushtu, më intereson me ditë çka të ka shty me e nisë. Ku je inspiru? Idetë e para për enciklopedin i kam prej qelive të Burgut të Nishit. Kisha ide shumë, unë fola për letërsi nga Burgu. Diskutum. Por nuk kisha laps as letër me shkru dhe provojsha me gjetë një fjalë që ka shumë kuptim dhe atë fjalë me majt mend për mensh. Se s'mund ta mash për mensh ti një tregim, një zote, po veç një fjalë e majsha mend dhe kështu më lindi ideja me kriju një letërsi në cilin fjalë qels, fjalë të kyqe, fjalë kryesore kanë kuptim të madh dhe ato që s'kan kuptim me gjujt fare. Dhe enciklopedia është e krijuar në vend që me shkru për shembull 50 romane dhe me t'i marrë ty 50 romane, se cili roman ka një javë, 50 javë me lexu, unë kam shkru një enciklopedi në cilin mund t'jenë ashta ma shumë se 50 romane, por është me shkurt dhe në formë enciklopedike, e lexon një zë sot, e lexon një zë nesër. Pak a shumë një roman 200 faqe është i përmbledhur në një faqe, në 2 faqe. Kjo është ndryshimi që kam provu me bë. Po kjo kërkon pastaj edhe ndryshime ligjërimore, kuptimore, tjera. Profesor, të falenderoj shumë, sigurisht na kanë mbetur shumë çështje pa diskutu, po nuk besoj që është era fundit që jemi në një studio ball për ball, besoj kemi me pas raste edhe të tjera. Është fat i mirë që s'arrim gjitha me bisedue. Po, me lanë hapësirë, përndryshe më do të më ta thonë edhe një gjë publikisht, që krejt studentat cilët kanë kalu në Universitet Prishtinës, e para atë pjesë nuk falem shumë, krejt ju lavdrojnë, edhe për ligjërimin tuaj, po edhe për një oritë të dhuar që i keni jo vetëm në fushën e gazetarisë. Kështu që më duhet me ta bartë këto komplimente që japem për juve prej gjithë studentave, jo vetëm me djumin tonë, po gjithandej që i njoh. Edhe unë jam i lumtur, kudo që i shoh, i takoj shpesh. Sa në çdo qendër mediale që shkoj gjej student mi të mëhershëm dhe jam i lumtur që janë të suksesshëm. Dhe shpresoj që edhe kjo bisedë që bëjmë ne sot tua përmbush dëshirat atyre. Jam i bindur që po, kështu që faleminderit shumë. Besoj do jemi prapë. Faleminderit shumë për juve. Shikues të nderuar, me kaq që përfundoi majtas jo djathtas për sonte, ne bashkë jemi javën tjetër. Deri atëherë mirupafshi.